Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në magazinën informative të orës 23. Sipas informacioneve më të fundit në fshatrat e Kumanovës, Lukçan dhe Mateqe, si dhe në Haraqin të Shkupit, është folur për prani të forcave të shumta policore, por edhe të forcave speciale. Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk japin detaje konkrete se cili është qëllimi apo arsyeja që ndodhen këto forca policore në këto lokacione. Portalet të ndryshme kanë dhënë spekulimet e tyre, por megjithatë momentalisht nuk mund të përcaktohet se është një arsye më e saktë. Duke qenë se ne kemi dërguar atje edhe ekipin ton televiziv, Furkan Saliun gazetarin dhe Ahmet Murtezin kameramanin ton, besoj se regjia tani do të më konfirmoj lidhjen direkte me Furkan Saliun. Furkan? Ku ndodheni momentalisht dhe më thuaj, sa e vërtet është që ka prani të forcave të shumta policore, a ke arritur të marrësh informacion se për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Momentalisht jemi në shoqërim të kryetarit të komunës Likovës, Sadullah Duraku, dhe ndodhemi pikërisht në këtë komunë. Komuna e cila u parafrazuan nga disa portale dhe mediume se është e vërshuar nga forca policore. Mund të shihni prapa me se veturat po lëvizin në një ritëm normal dhe nuk ka prani të forcave policore. Sidoqoftë në fshatin një gushtak, pra para se të hymë në komunën e Likovës, vërej prezencë e shtuar e forcave policore. Ne disa portale, pra para se të mëri këtu arrita që të lexoj se flisin edhe për mundësinë e viktimave dhe se ka luftime, për këtu mund të vërejtë se gjithë shka po shkon e qetë dhe populata po frekuenton në mënyrë normale. Por më së miri është që këtë për komunën e Likovës na flet vetë kryetari i komunës, zotri Sadullah Duraku. Zotri Duraku, si komentoni këto temi spekulimet e fundit se në komunën e juaj veç më do shte edhe lufta do filloj? S'pare ju falenderoj televizionin 21 që ka gjetën kohë që të vërtetën të qese në pa. Dikush nuk ja donë të mirën komunës e Likovës dhe shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë dhe këto pikrisht shihet se portalet që janë në Republikën e Maqedonisë dojnë të bënë një çështje sensacionale që të lexohet sa më shumë dhe të përfitojmë jetë dhe dojnë të fitojnë në fatkeqësi. Unë siguroj dhe garantoj se në komunën e Likovës është një qetësi e plot, përveç që forcat policore kryjnë detyrët e veta dhe bëjnë kontrollat rutinore në për rrugë dhe apeloj tek qytetarët tonë të komunës e Likovës, në veçanti të gjithë vendbanimeve nga Llojani deri në Nakushtak, që s'ka nevojë të shqetësohet, as pak se në komunën të Likovës është qetë dhe nuk ka kur farë shqetësimi. Para se të fillojmë lidhjen direkte, më tha që keni vizituar disa nga vendet për të cilët keni lexuar në për portale se ka grupet armatosura. Përveç që unë kam vizituar vetë, edhe këtu që kam dalë vetë në këtë vend ku jemi të e këdhanë këtë intervist, kanë vizituar edhe këshilltarët e komunës, kam bashkë bisedu dhe bisedoj në telefon të përhershëm janë në link me vendbanimet, kam vizituar edhe shoqëruesim me disa miq kanë vizituar deri te diga e Glazhnjës, kështu që ka pas policia ka ndalur, i kanë legjitimuar edhe as më shumë dhe as më pak. Mund të themi të gjithë banorët komunës Likovës se mund të flenë të qetë? Po si më rasis mund të flenë të qetë edhe shumë qetë bëllëm duhet flenë, se kur farë probleme nuk ka në komunën e Likovës. Unë çuditem se nga lindin këto thashet thanuna, nga lindin këta probleme që në komunë të Likovës dhe Kumanova është një vend jo stabil, unë garantoj se komuna Likovës është shumë më stabil se vetë qyteti i Shkupit. Dragi, faleminderit që datë kohën që transferon një të vërtet banorët komunës tuaj. Evi, ne më herët kontaktuam edhe me Ministrin e Punëve të Brendshme Oliver Spasovski, prej të cilit kërkuam shpjegim se përse prezenca e shtuar e forcave policore. Si sas më herët vetë në komunën Likovës nuk mund të vren forca të shtuarat policisë, mirë po në hyrje të fshatit Haraqin, në dalje, në hyrje të fshatit Grushin dhe si që përmena dhe më herët edhe në fshatin një gushtak, kishte një prani të shtuar të forcave policore. Ministri Punëve të Brendshme për të ditur më shumë detaje se për çfarë arsye ndodheshin ato forca policore aty. Ndoshta kjo është edhe arsyeja prej nga kanë ardhur edhe spekulimet e tjera. Pikërisht ajo që duhet tani është që të mos bëhet panik pa patur fakte mbi tryezë.
Pikërisht kështu Evi, ne kërkuam shpjegim nga njeriu i pari policisë, zotrit Oliver Spasovski. Ai porosit qytetarët se nuk ka hapësirë dhe nuk ka nevojë për të bërë panik. Bëhet fjalë, siç thaj, për masa të rregullta sigurisë dhe nuk edhe njerë përsëris ministri i punëve të brendshme dhe njeriu i parë policisë bëri porosi dhe apel deri tek të gjithë qytetarët që mos të bëjnë panik. Forcat policore, Furkan, së bashku me forcat policore ishin të pranishme edhe automjete të cilat tregonin se është një kontroll i zakonshëm, apo kishte edhe automjete dhe ndoshta materiale të tjera që tregonin se nuk qëndron ashtu? Thash se ka prezencë të shtuar të forcave policore, por me gjithatë, nëse numri 1 i policisë, ne më herët kërkuam shpjegim edhe nga zëdhënësit e policisë, nuk morëm shpjegim nga asnjëri prej tyre, por tash nuk para 20 minuta kontaktuam edhe me vetë ministrin. Ai tha se qytetarët e komunës Likovës nuk kanë sepse të shqetësohen. Edhe njëherë mund të konfirmoj se ka prezencë të shtuar të forcave policore mirë, po kjo sipas numrit 1 të policisë nuk do të thotë se vetë qytetarët, vetë banorët e kësaj komune janë në rrezik. Në rregull, Furkan, të falenderoj vërtet shumë për këto informacione, pasi ishin të nevojshme, duke qenë se kishte lajme nga më të ndryshme dhe spekulime nga më të ndryshme nëpër portalet informative. Ishte pra lidhja me kolegun Furkan Saliu, i cili ndodhej pikërisht në komunën e Likovës për të na sjellë informacionet sa i përket disa lajmeve të cilat qarkullonin nëpër portalet informative në lidhje me praninë e shtuar të forcave policore, por thuhej se kishte edhe forca speciale. Megjithëse nga Ministria e Punëve të Brendshme kishin thënë që nuk ka nevojë të bëhet panik dhe siç tha edhe kryetari i komunës së Likovës, banorët mund të flejnë të qetë sepse nuk është asgjë për të shqetësuar, ka qenë një kontroll i zakonshëm.